Bismillahirrahmanirrahim. Çfarë duhet bëj muslimani në natën e Kadrit? Cilat janë veprat, cilat janë adhurimet? Adhurimet janë të shumta, por do të përqendrohemi në adhurimet më kryesore, të cilat duhet i ketë parasysh çdo musliman. Fillimisht, duke qenë se është natë teke, muslimanët mundohen të shkojnë në xhami, të falen namaz teravih me imam, me xhamat domethënë, dhe mendojnë se gjithçka është kaq. Jo. Fillimisht duhet falim namazin e yatsis me xhamat dhe të bëjmë niyet që të falim dhe sabahun me xhamat. Nëse ne falim namazin e yatsis dhe namazin e sabahut me xhamat, do të shkruhet te Allahu xhelle xhelalu sikur e kemi kaluar të gjithë natën me adhurim. Këto dy namaze janë më të rëndësishme sesa namazi i natës. Për te i kësaj, pasaj kush ka mundësi të falë namaz më shumë se në ditët e tjera, se në netët e tjera, ajo është akoma më mirë. Mos harrojmë gjithashtu istighfarin, kërkimi i falje të Allahu i madhërisëm për të gjitha gabimet tona dhe për të gjitha gjunahet tona. Gjithashtu pas istighfarit, mos harrojmë se duhet të madhërojmë Zotin fuqiplot, duhet ta lavdërojmë atë, duhet të lexojmë Kur'an sa më shumë. Mos harrojmë gjithashtu se duhet të japim dhe sadaka. Sado pak qoftë te Allahu xhelle xhelalu, ajo zmadhohet dhe shumë fishohet në shpërblime, por mbi të gjitha mos harrojmë falenderimin. Çfarë do thot falënderim? Të ulemi, të qëndrojmë me vetveten tonë, të meditojmë rreth mirësive, të përkujtojmë vetveten tonë rreth begative që na ka dhënë Allahu xhelle xhelalu dhe të falenderojmë Zotin për të gjitha ato mirësi. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shumë njerëz e neglizhojnë dhe e tejkalojnë ndoshta dhe mund ta harrojnë. Gjithashtu shfrytëzoje kohën që kur të falësh namaz, këndo Kur'an më shumë sa e duke qëndruar në këmbë. Nuk ka asnjë lloj problemi që ti mund të mbash mushafin përpara dhe të lexosh nga mushafi në mënyrë që këndimi të jetë më i gjatë. Gjithashtu mundohu ta shfrytëzosh kohën gjatë natës kur të falësh namaz nafile, kur të falësh namaz pra vullnetar, të qëndrosh në këmbë duke lexuar Kur'an dhe të lexosh Kur'an më shumë. Nëse nuk di përmendesh të këndosh Kur'an shumë, atëherë mundesh të mbash mushafin përpara, në mënyrë që qiyami të qëndruarit në këmbë të jetë më shumë se në herët tjera. Gjithashtu kur të shkosh në ruku, të shkosh me qetësi dhe të qëndrosh më shumë në ruku sikur në herët e tjera. Gjithashtu kur të çosh nga rukuji dhe shkosh në sejdë, qëndro në sejdë më shumë, lutju Allahut xhelle xhelalu më shumë, përgjërohu Zotit fuqiplot më shumë. Në këtë formë njeriu besimtari muslimani tregon thjeshtësinë e tij, modestinë e tij dhe përulësinë e tij përpara madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. I jep selam, qëndro pak, mund të bësh dhikr, të përmendesh Allahun xhelle xhelalu me përmendje të ndryshme dhe mbi të gjitha pastaj, sidomos nëse jemi në kohën e syfyrit, përpara agimit, mos u përqendro tek shumëllojshmëria e ushqimeve, por mund të hash diçka, mund të pish diçka dhe sado pak qoftë ajo, domethënë, përqendrohu tek lutjet, përqendrohu tek duat, lutu për vetveten tënde, lutu për familjen tënde, lutu për shoqërinë ku jeton, lutu për muslimanët anë kënd botës dhe lutë Allahun e madhërisëm me sinqeritet, me besnikëri, duke shpresuar se Allahu i madhërisëm do ta pranojë lutjen dhe lutjet të jenë të qarta, lutjet të jenë të përzemërta, lutjet të jenë me përgjërime të vërteta dhe vetëm atëherë do të shpresojmë prej Allahut të madhërisëm mëshirën e tij, begatin e tij, bekimin e Zotit fuqiplot. E lutim Allahun xhelle xhelalu të na pranojë namazet tona, të na pranojë agjërimin ton, të na pranojë adhurimet tona, të na pranojë sadakan ton, të pranojë gjithçka që ne ja dedikojmë Allahut të madhërisëm. E lutim Zotin fuqiplot të na ruaj nga çdo gjë e keqe, të na ruaj nga sprovat, të na ruaj nga belat, të na ruaj nga fatkeqësit, të na ruaj nga njerëzit e këqij. E lutim Zotin fuqiplot të na jap nga mirësitë e kësaj bote dhe mirësitë e botës së ahiretit.